Erashka është projekti më i ri teatral i Teatrit Skampa të Elbasanit. Këtë herë vetë artistët janë të rinë nga qyteti, të cilët janë spikatur nga maratona rinore 2025, por edhe të rinë të tjerë që u bën pjesë e thirrjes për audicione nga teatri. Erashka është projekti më i ri teatral i Teatrit Skampa të Elbasanit. Këtë herë vetë artistët janë të rinj të qytetit, të cilët janë spikatur nga maratona rinore 2025, por edhe të rinj të tjerë që u bën pjesë e thirrjes për audicione nga teatri. Qëllimi mbetet të aktivizimi i jetës artistike në Elbasan përmes përfshirjes së të rinjve, duke i bërë ata pjesë të një serie shfaqjesh për krah profesionistëve të skenës. Për të rinjt kjo është një mundësi e artë për të performuar dhe për të shprehur talentin e tyre artistik. Ata janë shprehur jashtëzakonisht të lumtur që u bën pjesë e këtij projekti. Për mua është eksperienca parë në Teatrin Skampa nga vendi ku unë vi, sepse unë aktualisht e bëj shkollën në Akademinë e Arteve, por që ishte një kënaqësi e madhe që të punoja në vendin ku unë nesër do të vi edhe do ta shfaq këtë profesion tim këtu. Kam vite që merrem me pjesën e aktrimit, kam pasur kurse të ndryshme dhe erdhi ky projekt kaq i veçantë që më desh të bëj një audicion dhe në fund u pranova. Shpresoj që ta lëm sa më bukur dhe provat po ecin mjaft mirë. Në fakt kjo është një hapësirë mjaft e veçantë që të gjithë artistët e rinj të kenë mundësinë që të shprehin talentin e tyre, të shprehin ndjesitë e tyre, pra të marrin pjesë në pjesë teatrale të cilat mbase nuk i kanë hasur në jetën e tyre. Të them drejtën, unë vi nga maratona rinore, isha fituesi i çmimit për aktorin më të mirë, dhe për mua kjo gjë është diçka shumë e madhe, sepse është një hap tjetër në pjesën e aktrimit, që për mua ishte diçka që erdhi papritmas, as nuk e kisha menduar më përpara që do mund të aktroja në skenën e madhe apo Teatrin Skampa dhe gjithçka është e re për mua. Gjithashtu drejtuesit janë shprehur shumë të kënaqur me ecurinë e deritanishme të provave dhe me talentin e të rinjve, edhe pse fillimisht projekti u konsiderua si një sfidë e madhe. Tashmë duke parë entuziazmin dhe përkushtimin e pjesëmarrësve për regjizoren Fjori Mirdita, shfaqja pritet të jetë gati për publikun e Elbasanit në fund të muajit qershor. Shfaqja teatrale e Erashka do të jetë ajo që do të hapë siparinë e një sër projektesh artistike gjatë këtij viti, ku kryefjala do të jenë të rinjt në qytetin e Elbasanit. Është një kënaqësi e madhe të jem pjesë e shfaqjes së Erashka me regjizore Fiorelën, Mirditën. Unë luaj rolin e kontit dhe rol pak i komplikuar, shumë i vështirë, po është kënaqësi e madhe të jem pjesë e teatrit. Teatri është pasioni im. U bë maratona, u përzgjodhën fëmijët për të qenë pjesë e këtij projekti. Është një projekt shumë i mrekullueshëm dhe jam shumë i nderuar. I them faleminderit Fiorelës, së Klitit, të gjithë njerëzve që punojnë në Teatrin Skampa, që japin një mundësi djemve dhe vajzave të reja, shpalosin talentet dhe kujt dihet, ndoshta na del një aktor shumë i mirë nga kjo shfaqje. Jam i bindur që shfaqja do jetë shumë e bukur, shumë e lezetshme, e kam parë, shohim tani ke provat e tavolinës, mezi pres të shoh se si do dalin në skenë. Është një entuziazëm jashtëzakonshëm edhe fëmijët janë shumë të padurueshëm që të dalin në skenë. Unë shoh këtë ke sytë e tyre dhe entuziazmi i tyre më jep shumë besim që kjo gjë do jetë shumë e bukur. Ne zhvilluam një audicion i cili erdhi menjëherë mbas spektaklit maratonës rinore, ku ne kishim pikasur disa elementë të cilët i ftuam në audicion. Audicioni u zhvillua nga një grup pune, goxha i veçantë, ku kishim profesor Klevis Balliun, Zhaneta Ruçaj, një zoj me vlerat mëdha, gjithashtu edhe një nga gurët e çmuar të Teatrit Skampa, që është profesor Dimitër Topuzi. Dhe ne zhvilluam audicionin edhe aty fëmijët na surprizuan pastaj edhe çdo gjë tjetër erdhi komplet natyrshëm, komplet organike, ndarja e roleve, komportimi i tyre me njëri tjetrin edhe gjithashtu dhe entuziazmi që ato kanë në lidhje me pjesën.